Kjo është shtëpia që po ndërtohet përmes bamirësisë për fëmijët jetim në Berdisë të Shkodrës të familjes Ali Jahaj. Është angazhimi dhe kontributi i banorëve që kanë vendosur të vinë në ndihmë kësaj familje që një vit më parë humbi kryefamiljarin, i cili posoi një arrest kardiak, Ajla Tretëmitur, një 58 vjeçar, në kushte të vështira ekonomike dhe përballë kësaj situate që po rëndoi, banorët e zonës dhe Këshilli i Xhamisë mblodhen fonde për ndërtimin e shtëpisë së re, në mënyrë që nëna me 3 veçlit të kenë një stre. Por teksa nisi ndërtimi i shtëpisë, banorët u përballen me një masë ndëshkimore me xhob dhe procedim për ndërtim pa leje. Pas ndalimit të punimeve, ata kërkojnë që Bashkia e Shkodrës të tërhiqet nga ky vendim. Ne qysh në fillim të Ramazanit, për një fatkeqësi që ka ndodhur në këtë familje në marsin e vitit kalum, pasi vllai jon besimtar Ridvani pse një atak kardiak në zemër, edhe la pas 3 fëmijë, më të mallin 10 vjeç dhe më të voglin 10 muaj, në rrugë të malle, pa shpimi i kry, deshti malli Zot edhe me mëshirën e Ramazanit, që ka plen këtë njerëzin, morë me një iniciativë bashkarisht me imamin në kry, me Këshillin e Xhamisë dhe me komplet fshatin, morë me një iniciativë që ne t'ju ndërtojmë një shtëpi këtu në jetimave për hir të Zotit, që edhe këta ta gëzojnë jetën e tyre një lloj si moshatarët e tjerë. Mundohen të kenë kushtet të barabartë, mos nihen vetëm, mos nihen të larguar prej shoqënisë, prej moshatarëve të vet. Sot morë me vesh që bashkia, shtetja, nuk e dim për saktësisht se kush ka vepruar, kërkohet që kjo familje, kjo nan, një nan moshë të re me 3 jetima të procedohet edhe të qohet, diskriminohet para shtetit ose para policisë ose para bashkisë, nuk e di se kush i ka këta aty. Prandaj ne komplet si fshat, jo si familje, jo si këshill, po komplet si zonë që kena kontribu për me u ndërtu kja shtëpi, kërkojmë nga shteti, nga bashkia, kushdo tjetër që e merr këtë iniciativë për me na lu punimet e kësaj shtëpie, vinet na procedojnë ne komplet si katon. Jo këtë nan me 3 jetima. Ne i bojmë thirrje kryetarit bashkisë, si me do këtë rast, në vedi, kja është çështje bamirësie. Nuk ka çështje biznesit e njëna tjetër, si janë tu bë pa fund. Ne i shohim se çu rasina, në Shkodër gjithka, tu bë greta çela. Me cilë burg i bien me lënë 3 jetima. Me lënë 3 jetima në rrugë malle për zotën nësë. S'pa marrë mendja si fshat, si mund të lejoj me më këtë gjë tillë. Komuniteti i zonës është i vendosur që ta ndjek këtë çështje deri në fund, madje edhe duke dalë në protesta, derisa të përfundojë ndërtimi i kësaj shtëpie, pasi siç thon ata, ky është një kontribut që po jepet për Tretëmitur dhe kryefamiljaren që humbi bashkëshortin. Ndërkohë vetë Bashkia e Shkodrës në lidhje me rastin në fjalë ka reaguar përmes një komunikate për shtyp duke bërë me dije se institucionet ligjzbatuese janë të angazhuara në zbatimin e ligjit në gjithë territorin, duke monitoruar situatën e ndërtimeve që kryen në mënyrë të parregullt. Rasti i kësaj familje ka një specifik të veçantë, ka një karakter më tepër social se sa ligjor, megjithatë zbatimi i ligjit është i njëjtë dhe i barabartë për të gjithë. Duke qenë gjithmonë pranë banorëve dhe me qëllim për të mbështetur këtë familje në mënyrë më të përshtatshme, Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me institucionet ligjzbatuese po punon për të krijuar çdo lehtësi të mundshme procedurale për familjen Ali Jahaj.